çfarë ndodh kur drama e reality show përzihet me emocionet e vërteta? Kjo është pyetja që ngrihet pas analizës së Brilliant Kuçit, familjar i Edit, banorit të njohur të Big Brother VIP Kosova 4. Ai ka ndarë mendimet e tij mbi situatën e ndërlikuar mes Edit dhe Bian, duke theksuar se sjellja e tij është një reflektim i karakterit të tij jashtë shtëpisë. Brilliant Kuçi, i ftuar në emisionin Big Talk, ka bërë një vlerësim të thellë të dinamikave që po zhvillohen brenda shtëpisë. Ai u ndal veçanërisht te dy çështje të rëndësishme: mbyllja e raportit me Dolçen dhe situatat e krijuara me Bian. Këto aspekte janë bërë tema të nxehta diskutimi mes fansave dhe analistëve të reality show. Një nga pikat më të rëndësishme të diskutimit ishte fundi i romancës me Dolçen. Sipas Kuçit, mënyra se si përfundon një marrëdhënie flet më shumë se sa vetë marrëdhënia. Ai theksoi se çdo mbyllje duhet të jetë me dinitet, dhe kjo është diçka që Edi e ka bërë me sukses, duke ruajtur respektin për partneren e tij. Kur një raport mbyllet, mënyra si mbyllet tregon më shumë se vetë raporti, u shpreh Brillianti, duke theksuar rëndësinë e etikës në marrëdhënie. Brillianti gjithashtu theksoi se distanca e pranuar nga Edi ndaj Dolçes nuk duhet të interpretohet si dobësi, por si një shenjë e edukatës së tij. Ai e përshkroi Editin si një burr që di të largohet pa e ulur personin tjetër. Duke ruajtur një marrëdhënie të shëndetshme edhe pas ndarjes, kur flasim për afrimitetin e Bian ndaj Edit, Kuçi sqaroi se Edi është i vetëdijshëm për mënyrën se si çdo kontakt mund të interpretohet nga jashtë. Ai ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të ruajtur distancën, pa dashur të ofendojë Bian, duke treguar një nivel të lartë të vetkontrollit. Megjithatë, ai vuri në dukje se ka një standard të dyfishtë në gjykimin e situatave. Bia është parë në pozita të ngjashme me banorë të tjerë, por ato situata nuk kanë marrë të njëjtën vëmendje. Kjo tregon se si perceptimi i publikut mund të ndikojë.